Kryeministri takon tregtarët e naftës dhe u kërkon të mbajnë një rritje të moderuar të çmimit, më mirë marrë shpitimi më i ulët se sa bordin e transparencës në kurriz. Dosja ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadit kalon për gjykim, prokuroria e posaçme i akuzon ata për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Mbyllen hetimet për Arben Ahmetaj, ai akuzohet për korrupsion në 9 raste dhe për mos deklarim të pasurisë dhe pastrim parash me inceneratorin e Elbasan. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Kryeministri Rama zhvilloi sot një takim me importuesit kryesor të karburanteve në vend. Ai tha se pas luftës në lindjen e mesme, rritja e çmimit të naftës në Shqipëri ka qenë e moderuar. Rama u tha tregtarëve se është më mirë që të mbajnë një marrë shpitimi më të ulët se sa të urdhërohen për çmimin nga bordi i transparencës. Qeveria nuk do të ngrej bordin e naftës pasi deri më tani nuk është konstatuar rritja abuzive e çmimit të karburantit si pasojë e shtrenjtimit në bursën ndërkombëtare nga lufta në lindjen e mesme. Në një takim të organizuar mes kryeministrit të Rama, disa ministrave dhe tregtarëve të karburanteve, u bë ditur se deri më tani tregu ka qenë i qëndrueshëm. Në Shqipëri çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Natyrisht kjo do të thotë marzhe më të ulta fitimi për ju, po më mirë marzhe më të ulta se sa bordin në kurriz. Rama u ndalte tek rezervat e naftës, duke theksuar detyrimin që tregtarët kanë për të siguruar sasitë e duhura. Sipas informacioneve të marra, konsiderohet që ju keni një rezervë të arsyeshme, e cila fizikisht është aty për 30 ditë, ndërkohë që në kontratat tuaja figuron e garantuar për rreth 100 ditë. Ministri i ri i infrastrukturës dhe energjisë tha se projekt ligji i ri për rezervat është gati për miratim për të garantuar më shumë stabilitet. Ka si rrëdhoi një plani afatgjat, ka mbi 2 vjet që punon për ligjin e ri të rezerveve së sigurisë hidrokarbure, i cili është edhe konsultuar me publikun para disa muajsh dhe tashmë është në fazën përmbyllëse për miratim. Përveç naftës, monitorimi është rrinë në të gjithë vendin dhe për çmimet e produkteve të shportës, ku shpeshherë ndodhin abuzime, ndonse deri tani edhe këtu situata paraqitet e qëndrueshme. Jemi duke monitoruar, siç thash, në mënyrë ditore furnizimin me ushqime, çmimet e ushqimeve për produktet kryesore të shportës. Kemi identifikuar 70% të produkteve të shportës, të cilët jemi duke monitoruar në disa pika tregtimi dhe aty nuk ka pasur asnjë luhatje. Deri më tani kanë kaluar gati 3 javë nga sulmet në lindjen e mesme, të cilat shkaktuan rritje të shpejtë të çmimit të naftës në bursë. Aktualisht ai qëndron mbi nivelin e $100 për fuqi, ndërsa në Shqipëri është në pragun e 200 lekëve për litër. Gjykata e posaçme vendosi sot kaloi për gjykim dosjen ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemati. Kreu i Partisë së Lirisë tha se ka pritur këtë hap për të provuar sipas tij se asnjë nga akuzat nuk qëndron, ndërsa Kryemati tha se vendimi ishte i pritshëm për të dhe i marrë nën presion. 7 muaj pasi SPAK mbylli dosjen, gjykata e posaçme mori vendimin për të kaluar për gjykim çështjen e njohur si çezdia dhe lobingu, me të pandehur ish-presidentin e Shqipërisë Ilir Meta dhe ish-ligjvënësen Monika Kryemati. Kjo është një drejtësi që është qesharake, por ka një gjë shumë të mirë ky vendim, sepse për në Strasburg, për hir të vërtetës, zoti Meta i jep një shans shumë të madh, jo vetëm për të zbardhur çështjen në lidhje me veten e tij, por jep një rast shumë të madh edhe për të treguar të gjitha ato miliona dollar që taksapaguesit amerikan dhe europian kanë paguar për një sistem drejtësie me të cilët kryepolicët e prokurorisë, po themi,
që thonë afërmend që gjykata do marrë vendimet tona. Unë nuk kam asnjë lloj surprizë në këtë gjë. Ishte një vendim nën presion, s'ka asgjë të keqe, jo të gjithë përballojnë presionin. Të bashkëpandehur në këtë proces janë edhe 3 persona të tjerë, Ema Çoku, Piro Xhixho dhe ëma e Monika Kryemadhit Fatime Kryemadhi. Këta të fundit në këtë seancë kërkuan gjykim të shkurtuar, ndërkaq avokati Ilir Metës Kujtim Cakrani, i revoltuar, u shpreh se ka mangësi të shumta hetimore pasi prokuroria e posaçme sipas tij nuk ka marrë dëshmitë e të gjithë personave që janë të përfshirë në këtë çështje. Edhe vetë presidenti në një status në Facebook është i të njëjtit qëndrim, duke shtuar se e ka pritur me padurim kalimin e dosjes për gjykim për të provuar se akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe mos deklarimit të ardhurave nuk janë të vërteta. Përfundimi i seancës paraprake na jep lirinë që të çmontojmë publikisht të gjitha gënjeshtrat, falsifikimet dhe mashtrimet që ndodhen në fashikuj. Edhe pse gjykatësia konstatoi drejtësinë e shumë pretendimeve tona, me mungesën e qëllimshme të veprimeve hetimore nga akuza, por mos zbardhjen e të vërtetës, në vend që të kërkonte të bëheshin këto hetime të domosdoshme, por të shmangura qëllimisht deri tani, vendosi që çështja të kalojë në gjykim. Prokurori i çështjes Sotir Llapi dyshon se Ilir Meta, në cilësinë e ministrit e energjetikës, ka shkelur ligjin duke mos monitoruar mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë ÇEZ. Sipas tij, përmes pushtetit të tij, shlyerja u bë përmes shoqërisë Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për të mbledhur borxhin. Në bashkëpunim, ish-presidenti dhe ish-bashkëshortja e tij Kryemadhi dyshohen për kontratat e konsulencës dhe lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe mos deklarimin e shpenzimeve mjekësore për periudhën 2013-2019. Të 5 janë deklaruar të pafajshëm e tashmë do t'ju duhet që në gjykatën e posaçme të provojnë pikërisht këtë pretendim të tyre. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimin ndaj Arben Ahmetajt dhe të akuzuarve të tjerë për inceneratorin Elbasanit. I zëvendës kryeministri do të përballet në gjykat me akuzat e korrupsionit, fshehjes së pasurisë dhe pastrimit të parave. Ai është gjithashtu në proces për shpërdorim të tyre dhe në dosjen Buka. Mbyllen hetimet për ish numrin 2 të qeverisë Arben Ahmetaj për inceneratorin e Elbasanit. Ai u mori pandehur nga SPAK në ndyshimet se ka kryer korrupsion 9 herë, nuk ka deklaruar të ardhurat 15 herë dhe ka pastruar para. Të akuzuara kanë përfunduar edhe gruaja e ish-gruaja e tij, si dhe 8 persona të tjerë, mes të cilëve pronarët e impjantit të djegjeve në Elbasan, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. I pandehuri ka përfituar nga të pandehurit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri përmes kryerjes së pagesave nga shoqëria Integrated Technology Services SHPK nga faturat e lëshuara për shërbime apo mallra, në lidhje me investimet e kryera nga të pandehurit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka për shndrimin e një apartamenti të tyre në Airbnb në shumën rreth 2 milion lek në vitet 2019-2020. Sipas organit të akuzës, Arben Ahmetaj ka përfituar edhe nga shitjet fiktive shumë të mëdha parash, e njëherësh ka gënjur në formularin e deklarimit të ardhurave, ku ligji e detyron të tregojë origjinën e parave në llogaritë e tij. Ka kryer deklarim të rrem në lidhje me pasqyrimin në deklaratat e dorëzuara në ILDKPI, sikur ka shitur pasuri për shtetasit Besmir Prifti dhe Sonila Goxha dhe transaksionet e kryera me ta lidhur me këtë shitblerje. Gjithashtu, edhe sipërfaqen e ndërtimit mbetur në pronësi në pallatin ku ndodhen këto pasuri, pasi u vërtetua se shitjet në fjalë janë fiktive dhe janë kryer me qëllim mbulimin apo fshehjen e burimit të shumës prej 270.000 euro, dhënë si mit nga të pandehurit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Sqaruam pozicionin, kaq. Faleminderit. Prokuroria e posaçme njoftoi se ish-zëvendës kryeministri ka fshehur vilën në Hamallaj dhe një tjetër në Green Coast. Tashmë të 11 pandehurit do të përballen me gjykatën e posaçme nëse togat e zeza do ta vendosin ta kalojnë apo jo për gjykim dosjen. Ndërkaq, Arben Ahmetaj po përballet aktualisht me dosjen Buka në themel, ku SPAK pretendon se ka kryer shpërdorim të tyre duke privatizuar trojet. 39 deputet Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë kërkojnë ngritjen e një komisioni hetimor për situatën e rrugëve në Shqipëri. Në kërkesën e deputetëve të opozitës veçojnë rastet e rrëshqitjes në aksin Librazh-Përrenjas, në rrugën Qukës-Qafploçe, në disa akse të tjera. Kërkesat e opozitës janë kontrolli i lishmërisë së veprimeve të institucioneve në procesin e ndërtimit të rrugëve, verifikimi i lishmërisë së veprimeve të autoritetit rrugor dhe verifikimi i standardeve të ndërtimit nga kompanitë. Prej fillimit të kësaj legjislature,
opozita ka kërkuar ngritjen e 3 komisioneve hetimore, 1 për zgjedhjet e 11 majit, 1 komision për lidhjet e zyrtarëve me ish agentin special të FBI-s me Gonigol dhe 1 për administrimin e fondeve të IPART në bujqësi. Të trija janë rrëzuar nga Partia Socialiste dhe opozita i ka goditur në gjykatën kushtetuese. Kjo fundit pritet të shqyrtojë në muajin maj. Tre kosovarë kanë humbur jetën në një kantier ndërtimi në Austri. Autoritetet të bën të ditur se ngjarja ka ndodhur në një objekt kur një pjesë e konstruksionit të shëmbur duke zënë në rënoja disa punëtorë që ndodheshin në skel. Shërbimet emergjente arritën të shpëtonin një person i cili u dërguar në spital me plagë të rënda, ndërsa 4 të tjerë u nxorën pa shenja jete. Ndërkohë, viktima e 4 është nga Bosnia. Ambasada e Kosovës në Austri ka bërë të ditur se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet austriake dhe me familjarët e viktimave me qëllim të ofrimit të mbështetjes së nevojshme. Pas bllokimit të qindra kilogramëve filetopule që mbaheshin jashtë çdo lloj kushti higjieno-sanitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka thelluar hetimin ndaj KMY-s. Dyshohet se kompania ka bërë edhe më parë shkelje duke vënë në rrezik shëndetin e konsumatorëve. Vijojnë hetimet për kompaninë e përpunimit të mishit KMY pas një kontrolli të kryer nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ku konstatuan shkelje të standardeve higjieno-sanitare. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë inspektimit u identifikua një ambient me kushte të papërshtatshme higjienike dhe procese të shkrirjes së produkteve ushqimore të kryera në kundërshtim me rregullat teknike. Si pasoj, është bllokuar ambienti ndihmës si dhe rreth 738 kg me fileto dhe gjoks pule. Nga produktet e bllokuara janë marrë mostra për analiza mikrobiologjike, ndërsa sasia do të vijojë të qëndrojë bllokuar deri në daljen e rezultateve. Pas kontrolleve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vendosur ndaj KMY edhe gjobë. Të tjera objekte e paleje janë prishur në zonën e Shirokës në Shkodër. Aksioni nuk është kundërshtuar nga pronarët e bizneseve, ndërkohë që kontrollet do të vijojnë në plazhin e Velipojës. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai në nivel vendor u rikthyen këtë të mërkur në pikën turistike të Shirokës, ku kryen prishjen e 2 ndërtimeve paleje. Fillimisht, Fadroma të rrafshuan një ndërtesë 2 katëshe që deri më sot ka shërbyer si restorant në qendër të Shirokës, e më pas edhe një objekt tjetër me të njëjtin funksion. Aksioni nuk pati incident apo përplasje mes pronarëve dhe përfaqësuesve të IKMT dhe IMT, ndërsa zona u rrethua nga forca të shumta policie që shkuan në mbështetje të këtyre prishjeve. Zyrtarisht, IKMT ka qenë rezervuar në informacionet e dhëna për mediat, nëse ky aksion do të vijojë edhe në ditët e ardhshme apo do të mbyllet me këto 2 objekte. Prishja e ndërtimeve paleje është një proces që më herët është deklaruar nga kryeministri Edi Rama se nuk do të jetë i përkohshëm, por pjesë e punës së vazhdueshme të pushtetit vendor për t'i dhënë fund katrahurës së ndërtimeve të këtyre 35 viteve. Pritet që aksionet e ngjashme të ketë edhe në zonat e tjera turistike të qarkut Shkodër, ku sipas burimeve ai i radhës do të jetë në plazhin e Velipojës. Inspektoriati Përgjithshëm dhe ai i Mbrojtjes së Territorit kanë paralajmëruar ndëshkime të ashpra për shkeljet në ndërtim. Vëmendje veçantë sipas 2 institucioneve do t'i kushtohet ndërtimeve që shkaktojnë dëme në mjedis dhe në pyje. Mos përputhja shpeshherë me studimeve të kryera dhe punës që bëhet në të vërtetë është bërë mjaft e zakonshme në Shqipëri, duke prekur dhe institucionet shtetërore. Në një aktivitet mes IKMT-s dhe Inspektoratit të Përgjithshëm, kreu i këtij të fundit Dashnor Sula paralajmëroi riformatim të gjithë burimeve njerëzore për ata që kanë për detyrë të garantojnë sigurinë në ndërtim. Me gjithë respektin që kanë për juristët, me gjithë respektin duke qenë dhe vetë jurist, por nuk mund të shkojë, nuk mund të jetë e qartë që 95% e trupës të jenë jurist dhe 5% më pak të jenë inxhinier. Do duhet që ne të kemi profesionistë të fushës caktuara të inxhinierëve, duke pat parasysh ndërtimin dhe inxhinierët e tjerë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sula gjithashtu shpreh se po punohet për ndërtimin e një portali të ri të institucionit ku synohet transparencë më lart për të gjitha grupet e interesit. Ne jemi duke përgatitur si Inspektorati i Përgjithshëm dhe në harmonizim dhe në bashkëpunim të ngushtë
me historiatin qendror të IKMT-s dhe gjithë historiatin qendror të Republikës Shqipërisë, do brenda një viti do përfundoj digitalizimi i gjithë sistemit. Pra nuk do të kemi më të fragmentarizuar inspektime që i pëlqen fytyra ime apo një personi tjetër dhe të bëhet një inspektim i tillë. Zero. Në bazë të indikatorëve të rrezikut të sistemit e cili nxjerr ku është rreziku më i lartë, do duhet që të kontrollohet dhe inspektohen ato subjekte. Nga ana tjetër, kreu i IKMT-s Afrim Qendro theksoi se fokusi i kontrolleve në ndërtim do të jetë parandalimi i ndërtimeve jashtë standardeve dhe ndëshkimi me zero tolerancë për të gjithë subjektet. Synimi im, po dhe synimi i qeverisë në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror është që ne ta kthejmë këtë inspektoriat në një inspektoriat thellësisht me karakter inxhinierik, i cili si synim primar ka ndëshkimin jo ndëshkim, më fani, por parandalimin dhe kontrollin e gjitha elementeve në ndërtim, në pyje dhe në mjedis. Afrim Qendro ndalte tek një bashkëpunim mes Universitetit të Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Universitetit Bujqësor për përgatitjen e profesionistëve që do të bëhen pjesë e institucionit. Pas një betejë të gjatë me flakë, zjarret që ranë në një fshat të Korçës janë shuar, megjithatë rreziku ende nuk ka kaluar plotësisht, ndaj situata po mbahet nën monitorim. Pas më shumë se 24 orësh, zjarri në fshatin Somotin të Korçës është izoluar. Forcat zjarfikse, shërbimi pyjor dhe strukturat e emergjencave civile kanë punuar deri në orët e para të mëngjesit për të bërë të mundur shuarjen e të gjitha vatrave, përfshirë edhe ato që u riaktivizuan pas ditën e djeshme si pasojë e erës së fortë. Sipas burimeve zyrtare, në zonë vijojnë të qëndrojnë forcat në terren së bashku me banorët për të mbajtur nën monitorim situatën dhe për të parandaluar riaktivizimin e mundshëm të flakëve. Nga ana tjetër, policia ka proceduar penalisht 2 persona që ndezën zjarr në fshatin Dragu të Bulqizës po të martën. Si pasojë përhapjes së shpejtë të flakëve, u dogjën 7 dynim me bimësi. Autoritetet këshillojnë banorët që të tregojnë kujdes në këtë periudhë, pasi nëse bëhen shkak për djegjen e pyjeve, do të përballen me ndëshkimet siç e parashikon ligji. Gjatë orëve të para të kësaj të mërkure, në qarkun e Korçës ka patur rreshje dëbore, kryesisht në aksin Bogostic-Darë, si dhe në pjesën më malore të fshatit turistik, edhe pse jemi në pranverë zona e Dartës është përfshirë nga rreshje të lehta bore, duke krijuar një situatë tipike dimërore. Kompania Mirëmbajtëse e Rrugëve ka ndërhyrë menjëherë për pastrimin dhe kriposjen e aksit me qëllim qarkullimi normal të automjeteve. Ndërkohë rreshje dëbore janë regjistruar dhe në veri të vendit në aksin Bog-Thet. Aktualisht aty po punohet për pastrimin e borës dhe kriposjen e rrugës. Solistja Simona Karafili dhe pianistja Trita Ibrahimi sjellin sot në mbrëmje një koncert të veçantë në hallin e Teatrit Operës dhe Baletit. Repertori përmban pjesë nga kompozitorët më të njohur botror ndër dekada. Recitali vokalo-instrumental Malinkonia do të ngjitet në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit mbrëmje në kësaj të mërkure, duke sjellë për publiku një udhëtim artistik që kalon nga finesa e melodive të buta dhe të rrjedhshme drejt një shprehje më intensive dhe të ngarkuar emocionalisht. Sopranoja Simona Karafili dhe pianistja Trita Ibrahimi do të interpretojnë një program ku ndërthuren stile, epoka dhe ndjeshmëri të ndryshme të kompozitorëve ndërkombëtar në një linjë të vetme artistike. Është i veçantë për shumë llojshmërinë e materialeve që ka, për epokat që bashkon, pasi interpretojmë vepra nga Verdi, Puccini, Massenet, Donizetti, Bellini, Chopin, pra janë vepra të ndryshme vokale si edhe pianistike, të cilat janë nga më të njohurat e repertorit vokal dhe instrumental. Malinkonia vjen si një dialog i ndjerë mes zërit dhe pianos, ku çdo frazë muzikore krijon një atmosferë intime dhe të thellë për publikun. Unë do të sjell me shumë përgjegjshmëri romanca dhe arje të shkëlqyera të repertorit operistik,
që nga periudha e romantizmit evropian, në shekullin 19, fillim shekullit, gjysma e shekullit 19, deri në krijimtarinë e fillim shekullit 20, pra nga Bellini deri te Tosti e Dvorak. Të pranishmit do të kenë mundësi të përjetojnë këtë eksperiencë të veçantë artistike mbrëmjen e sotme në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.